thjesht fondi ose vendi ku mlidhet zakati grumbullohet. Edhe qoftë nëse mbikëqyr shteti ose mekanizmat posaçëm, për shembull dikasteret e zakatit e kështu me radhë, në për vendet ku mblidhet zakati zyrtarisht, më thonë para se me e bë shpërndamjen e pasurisë të kategoritë që e meritojnë, a lejohet me investu me to apo jo në forma të ndryshme. Ose me thonë ma sakt ose ma preciz, një pjesë me shpërnda, se zakonisht nevoja për zakat është gjithmonë prezente, një pjesë e shpërndajmë, një pjesë tjetër investojmë diçka që për me shtu zakatin të cilin e kemi mbledhur, me shtu edhe me u kthy pra fukarave dhe kategorive tjera. Që kjo është pojenta. Edhe do i përmend, domethënë zyrtarisht ku institucionet janë zyrtare, por edhe kur shteti nuk merret me këtë punë, por janë institucionet fetare, sipas Islamit ose në vendet diaspor ku janë xhamit, organizata. Ose ndonjë shoqat, ose ndonjë grupi musliman në vend ku janë partijë. Çdo institucion që i përfaqëson muslimanët, dhe muslimanët kanë besimin me dhënë zakatin aty, për ta shpërndarë, pyetja është se nëse ka një grumbull të zakatit që nuk e shpërnda, a kemi drejt me investu me ta, me fut në tregti, ose në forma ndryshme, domethënë kjo që e përmende, domethënë përderisa është kujdestar legjitim, sheriatik i zakatit, edhe në qoftë pjesë shtetit direkt ose pjesë shtetit, ose Bashkia Islame në këtë rast, ose ndonjë organizatë e cila i mbledh muslimanët dhe menaxhan jetën fetare të tyre, ky është kujdestar i zakatit. Domethënë këtij ai lejohet që zakat me fut në investim. Kjo është domethënia e kësaj teme. A i lejohet ajo, të diskutojmë.